Ju përshëndes dhe mirëmbrëmje të gjithë nderuar televizionistë së sport në fushën e Blu Televizion rikthehet si çdo të hënë në mbrëmje. Unë kam kënaqësinë që sot të nis fillimisht me prezantim në studio të minjorin, një nga legjendat e futbollit lojand dhe atij shqiptar, zotin Vasil Rusi. Mirëmbrëma Rusi. Mirëmbrëma. Faleminderit që je bashkë. Urime dhe emisionit. Faleminderit. Padyshim një nga ata që nuk lën ndeshje pa parë, zakonisht fundjavave e ketë vështirë ta gjesh në Vlorë, ose ta gjesh në stadium ku ka ndeshje, ose ta gjesh pranë televizorit i pashkëputur, ndjek gjithçka. Një miku i televizionit tonë Edi Akalliu. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që je së bashku me ne. Kënaqësia është edhe imja. Do them vetëm një fakt shumë të rëndësishëm. Vasili ka ardhur për herë të parë, ka bërë këmbë në emision. Domethënë me Vasilin ka qenë i ftuar i parë. Apo atje ku bëj këmbë unë martohen beqarët. Se kam këmbë të mbarë. E kemi nisur vjet për herë të parë në shtator. Dhe ka qenë këtu e bukur kjo shprehje, do ta mbaj këtë shprehje, Do të flasim sot për kombëtaren shqiptare, do të flasim edhe për kombëtaren e Kosovës, me që jemi në vazhdën e ende kualifikuesave për kampionatin botror të futbollit, aty ku Kosova ka ende një shans, po i zbuloj edhe një, apo mos ta zbuloj. Po thuaç ka qenë. Edhe i risi, jo më kot e thash atë Vasil që ka ardhur për herë të parë emisioni i parë, kemi qenë bashkë këtu. Nesër kam besim që do të bëjmë bare në Kosovë, dhe është stadium nesër në satis. Po, do vete, po në përgjithësi edhe kur vlozi futboll ne duhet dinë shumë gjë, ta dinë ti dhe gjithë spectatorët, kudo që venim ne, të parin që zbrisin autobusi dhe fusnin mua në fush, ishte, domethënë futesha fisha unë, arsyeja sepse unë bëja këmbë gjithmonë edhe këmbën e kisha të mbarë. Të unë për emisionin të falenderoj sepse këmbën e ke pasur të mbarë. Do jesh në Kosovë nesër, do shkosh Kosovën, si e shikon? Po të pranis me Kosovën, sepse është ne gjithë dy komba një ekip, nëse mund të themi. Ose dy ekipe një komb. Një hartë dhe një flamur, do të thoshë një hartë e Kosovës dhe një flamur shqiptar. Janë shumë faktorë që bëhen bashkë nesër, përveç faktorit nacionalist që padyshim futbollistat janë të karikuar 100%, është faktori trener, faktori ekip, faktori futboll, spektatorit, gjitha janë bërë bashkë nesër, do zoti kualifikohet dhe do vemi të gjithë në Amerikë, nuk vete vetëm Kosova. Do vemi të gjithë. Edi, unë nisa me Kosovën, sepse sot që mund të themi është kryefjala. Patjetër, ajo është në qendër të vëmendjes. Duke ardhur këtu për tek ty, do të drejtohem me ty se... Patjetër që po. Ti e miku jam prej kosh. Patjetër që po. Po vizitoja me Vasili Rrugës edhe që të dy ishim dakord që ekipi Kosovës është nuk do ndihem në siklet, është më mirë se sa ekipi i Shqipërisë. Dhe duke patur këtë mendim, jemi shumë pozitiv për ndeshjen e nesërme. Për mua nuk do të jetë fare çudi kualifikimi i Kosovës. Është një Kosovë-Turqi që ka shumë risi brenda dhe unë po e përmend për herë të parë Kosova ndeshjen miqësore ka zhvilluar me Turqinë, kur ka filluar si kombëtar apo jo? Sa më mund po Po e kam lexuar sot edhe e ka thënë presidenti i Federatës Kosovës Ademi që ndeshjen e parë ne nuk e harrojmë kurrë që Turqia pranoi të luante me ne edhe pse ende s'ishin pranuar në UEFA dhe në FIFA. Ma shumë mirë. Ma se ka ugur punë e Turqisë. Janë shumë ugur, ti që do të bësh këmbë. Jemi të tre, që jemi dhe unë dhe Rapo dhe Kreshniku, që jemi të ftuar atje, dhe besoj që do zoti që ta kalojmë një natë, ore s'para e durojmë këto gdhirjet nëve, po na pëlqen ta gdhim nesër. Po patjetër që po. Shko, Kosova kaloi, nëse mund të themi, një kundërshtar jo të lehtë, mbi gjitha në një fush jo të lehtë, siç është Slovakia, duke shënuar 4 gola. Pra, një ekip Edi që të lë përshtypje të mirë, nëse mund të themi. Pra është ajo që thash pak më përpara, për që bizetuam me Vasilin. Ka shumë talente Kosova.
ka shumë talente dhe po t'i vësh re për lojtarët e Kosovës losin gati në ekipet shumë të mira të Europës, e kur thënë të Europës perëndimore. Dhe me të drejtë, disa lojtarë quhen shumë të talentuar dhe nuk pritet shumë vetëm nga Kosova, po pritet edhe në rafshin europian. Që të lozësh me Lillën, të lozësh me Lyonin, të lozësh me Juventusin, të lozësh me Interin, deri me Napolin. Me Napolin, pra, ka shumë lojtarë që e bëjnë dallimin, e bëjnë ndryshimin e ekipit. Ashtu si ishte ti pak më përpara që të shënosh 4 gola në fushën kundërshtare, tregon diçka. Po pra, nuk është asnjëherë e lehtë. Kështu që optimizmi për nesër është se do kemi dhe Fatin, do kemi dhe Vasilin, siç tha. Këmba. Jo vetëm Vasilin, është edhe Kreshniku, është edhe Rapua, edhe s'ka nevojë ti them unë 3 legjenda, 3 cilësor, 3 të jashtëzakonshëm, që për atë periudhë kanë bërë diferencën në të gjitha drejtimet. Të ngelemi te Kosova, është një ekip jashtëzakonisht i mirë dhe me të gjithë presin shumë nga Kosova. Çfarë ka ndryshe kjo Kosovë, profesor? Ka një gjë të madhe, unë pash një foto që tregon gjithçka. Ajo foto për mua është perl. Në momentin e shënimit të golit të tretë, më shumë nga të gjithë gëzonte Rashica që ishte në stol. Dhe ajo foto tregonte që Rashica vente dhe përqafonte lojtarin e golit dhe u bë grup grusht me të gjithë lojtarët. Kjo do të thotë që ata janë unison, pra pjesa më e rrezikshme gjithmonë në futboll është bankina, kuptohet pse, por që të bëhet bankina bashkë me lojtarët brenda në fushë, me kaq dashuri, me kaq entuziazëm, kjo do të thotë shumë. Ajo foto për mua tregonte shumë. E vërtet. Kjo është vërtet, po ajo tjetër shumë mirë, Rashica ishte në stol, gëzonte ai shumë, po edhe Zhegrova, do me thënë Rashica, Zhegrova, 2 nga lojtarët cilët cilësohen me shumë talent te Kosova, çuditërisht ishin në stol. Jo, prandaj është trajneri mirë ai. Prandaj ai ekip ka vajt deri aty për arsye sepse ditë bashkoj stolin me formacionin, i bëm bashkë dhe përzgjedhjen e bë shumë mirë. Një trajner nuk është e rëndësishme që çfarë vendos në fushë. Trajneri është e rëndësishëm si administron ndeshjen në fushë. Dhe kjo s'do të thotë që më i miri duhet jetë, për arsye se për probleme taktike, një nga më të mirët mund të rikollaj në stol, sepse mendimi i tij është që duhet fituar edhe ndryshe. Që për ndeshjen e veçanta mund të rikë normale. Mund të rikë kushdo në stol. Janë të tilla ndeshje të cilat duke i gjykuar trajneri, mënyrën dhe formën se sidolos që të rriten në stol edhe Rashica, edhe Zhegrova. Edi, si shkon këtë zgjedhjet e trajnerit? Ata janë folur dhe janë, në fakt. Se shumë rrallë unë i bashkangjitem Vasilit, duke qenë një miku im prej kohësh dhe nga më të mirët, ne kundërshtojmë njëri tjetrin shumë. Kjo ka lezet në vetë kjo? Kse radhe çuditërisht po bashkohem me Vasilin. Se kur diskutojmë ne këtë dy, nuk dihet kush është opozita, unë pa ish. Do të thosha që trajnerët shpesh mundohen të krijojnë të ashtu quajturin ekuilibër në ekip, duke përjashtuar edhe një lojtar të mirë. Është shumë e rëndësishme të ruash ekuilibrat në ekip. Të plotësosh ato 3 repartet, ku një njeri mund të ketë më pak cilësi, po është më i qartë taktikisht. Një njeri tjetër godet më mirë portën, tjetri mbron më mirë. Të gjitha këto janë në planin që trajneri ngrat të tërësinë e formacionit dhe bën të ashtu quajtur edhe sakrifica. E vërtet. Çfarë pret nesër Vasili nga Kosova? Shiko, nesër unë besoj që do të jetë një ndeshje e ekuilibruar. Nuk është ndeshje si ndeshje e parë që kaloi Kosova, sepse unë besoj ajo ndeshje kaloi ashtu për arsye se Kosova u mori gol shumë shpejt, në minutën e 4 apo të 5, dhe u detyrua të ndryshonte gjithçka. Dhe sakrifikoi shumë në mbrojtje që të arrinte që të shënonte, të vende në sulm me shumë forca. Nuk do jetë se janë ndeshje, do jetë ndeshje ndryshe, do jetë ndeshje në ekuilibër, do jetë ndeshje me gabime të vogla dhe padyshim atë ndeshje do ta zgjidh fragmenti. Dhe do na pëlqente shumë që këtë ta kishte për fat Kosova. Fragmentin ta gjente Kosova.
Besoj shumë. Besoj shumë të Kosova. Edi e tha që ata që në nisje që unë besoj shumë që Kosova nuk është çudi që do kaloj. Apo jo? Po pra, është më se vërtet, ashtu si theksuam edhe më përpara që Kosova ka një ekip shumë të mirë dhe përveç natyrës së mënyrës se si luan, nuk pyet për kundërshtarin çfarë emri ka kundërshtari, po kur i intereson për të sulmuar, sulmon edhe për sulmon frontalisht, nuk sulmon me kontratak, me kontrapjesë si thon italian, po bën një lojë shumë të bukur. Në mesfush ka një qarkullim topi, ka edhe lojtarë që edhe të shpojnë për në qendër. Por çfarë frikë do të kisha unë, duke munguar eksperjenca, dhe duke qenë një ndeshje e një rëndësie të veçantë, edhe ana psikologjike do të ketë një pjesë të konsiderueshme dhe këtu duhet të mërshoj shumë për trajneri. Sa i zoti do të jetë që të çliroj nga ana psikologjike këtë ekip. Imagjino, janë tamam çudia shqiptare është që Shqipëria si shtet rrethohet nga të katër anët nga shqiptar dhe çuditërisht nuk kemi bërë akoma një shtet. Por konkretisht edhe Shqipëria edhe Kosova, po pra, edhe Shqipëria edhe Kosova ka një unitet së radhe dhe atë bëshllëk që e krijoi ekipi kombëtar i Shqipërisë, të gjithë dëshirojnë që të na i plotësojë Kosova. Të shpresojmë. Jo vetëm aq, po kam qef edhe një gjë tjetër më të bukur akoma, që të vej Kosova nga Kampionati Botëror në Amerikë dhe liberalizojnë vizat amerikane për kosovarë që të vej. Do vej shumë pastaj. Po patjetër. Do vej shumë, besoj, po jo vetëm nga Kosova që jetojnë Kosovë, po ka kosovarë shumë që jetojnë në Europë dhe u them që do ketë jashtëzakonisht tifozllëk. Megjithatë, është e mirë që një përfaqësues shqiptare të paktën ta shkojmë në normal, ashtu është. As diskutohet atje, do ketë padyshim të thash edhe atë hartën e Kosovës, që do vej, po do ketë shumë flamur shqiptar. Kjo është gjë e bukur. Ne e pash edhe në Slovaki, domethënë, edhe tek festa e ekipit kosovar, edhe tek festa tifozëve përpara ndeshjes, por edhe pas ndeshjes, me flamurin e Kosovës kishin me flamurin shqiptar. Da jemi dhe ne, do shkojmë dhe ne atje. Re, vetëm një gjë nuk vëm dot në kandarne, kush na do më shumë, ata na duan ne apo ne i duam ata. Që mbetet për të diskutuar. Mbetet për të diskutuar. Është pak jashtë futbollit. Ja lëm politikën. Ne flasim për futboll, nuk na interesojnë të tjera, ne flasim për sport. S'është aq i thjeshtë Vasili. Edhe golat i ka bërë të ndërlikuar, nuk ka bërë golat të thjeshtë. Edhe kështu në natyrë duhet dëgjuar me kujdes. Se nuk e njoh tani dhe di që është ndërlikuar. Bile se ma kujtoi Edi tek ndërlikimi. Po shkoja para 3-4 ditësh doli këtë rrjetet sociale goli i Vasilit me Le Poznanin. Edhe e kam parë, unë kam qenë stadium, kam qenë vogël, kam qenë stadium atëherë. E kam parë, kam ripar prap. Po e gjevre. Ku e kaloj, ku ndodlikoj aty jeton? Goli i vështirë. Njeriu i vështirë për golat vështirë. Shiko, futbollisti kur fillon në fushë, gjën e parë që duhet të ketë besim në vetvete. Njëri nëse nuk ka besim në vetvete, atëherë nuk merr dot iniciativa të tilla. Dhe mua më duken sikur ata ishin nga Rogozhina, mbrojësit. Për Rogozhina sot pa? Rogozhina asaj kohe. Rogozhina asaj kohe. Vasil, edhe një pyetje për Kosovën përpara se të kaloj tek Shqipëria. Kur po diskutonin para se vim në studio më the që kam shumë besim sepse Kosova është një ekip që pavarësisht çfarë ndodh gjithmonë shënon. Mënyrën se si e ka ndërtuar Kosova sot psikologjikisht ka një lojtar që në sulmit i cili dita bie ekipin në sulm. Jo vetëm aq. Ka unë jam i bindur vetëm duke nuhatur që këtej edhe duke parë, ja jo vetëm që është një kapiten, por ai mënyrën se si luan dhe mënyrën se si flet besoj në fushë është totalisht karikim. Dhe ka një rol të jashtëzakonshëm. Është lider i vërtet. Është lider i vërtet, edhe ashtu është. Edhe unë besoj sepse qofse nuk do arrin të shënoj, nuk është e thënë, mënyrën se si e ka të luajtur, po patjetër. Mënyrën se 2-3 topa, te goli 3, te 4 ai edhe. Mënyrën se si e ka, mënyrën e të luajtur se si e ka, unë besoj do rrezikojnë. Do rrezikojnë për arsye se unë të shkitore shumë e jashtëzakonshme. Shumë e mirë, po të shikohesh në kampionat spanjoll është protagonist atje ku luan.
Dhe besoj shumë që edhe ai të luaj mirë, po edhe të tjerët i bien në sulm, ai si çdi i bie ai në sulm lojtarët e tjerë mes fushës. Është e rëndësishme të kesh edhe një lojtar të tillë që tërheq ekipin jo vetëm me gola, por edhe me të folur, me të folur, duke bërë trajnerin fushë. Përveç kësaj që ai tani po ka marrë për masat, lozësh kampionatin një nga kampionatet më të forta në botë, që është Spanja, e të shënosh 18 gola, të konkurrosh me Mbappén, nuk është pak. Por optimizmi personal qëndron edhe marrë shkak nga ndeshja e fundit që bëri Turqia me Rumaninë. Mua më duk një ekip mbi të zakonshme, një niveli mesatar. Turqia. Aty është edhe Kosova. Kuptohet që të flasim për Kosovën, ka një qendër sulmues që faktikisht Turqisë sot i mungon. Edhe duke qenë tifoz personal me Muriqin, duke qenë tek Lazio, shkoja ndea, këtu po bën histori, po thënë gjitha rekordet, dhe me një fjalë po bëhet goleshnuesi më i mirë gjitha kohërave te Mallorca. Dhe mënyra se si luan, po i bashkangjiten përsëri të Vasilit, mënyra se si luan, mënyra se si ai lëviz me top, pa top, pra ne është një lider i vërtet dhe po t'i vësh re të gjitha ekipet e mëdha sot kanë nga një lider. Dhe është një person kyç jo vetëm gjatë zhvillimit të ndeshjes, por edhe në vlerësimet sporadike. Dhe besimi sa më shumë po kalon koha, aq më shumë po na rritet për Kosovën. Të shpresojmë dhe ju urojmë fat dhe suksese nesër Kosovës. Profesor, luajtëm për fat keq, sot ndoshta do flisnim edhe për Shqipërinë, edhe do flisnim çik me gjë normalisht, por unë e thash edhe kur po diskutonim jashtë përpara që mua personalisht më la një shije shumë të hidhur eliminimin e Shqipërisë. Po gjithë na ka lënë normale, sepse ne nuk kemi kuptuar akoma çfarë kemi humbur. Unë nuk është problemi kemi humbur një ndeshje. Unë besoj që kemi humbur një të ardhme të madhe për futbollin. Pse? Një vajtje në Amerikë, në qoftë se ne do të kishim sot, shumë ekipi kombëtar tonë shkojnë 50 apo 60% të popullsisë. Unë besoj një vajtje në Amerikë do të shkoni 80 deri në 90% të popullsisë kemi neve, duke filluar nga fëmijët e deri të përfunduar deri tek moshat e mëdha. Por që të shikojnë ekipin kombëtar në botëror, fëmia, pa dyshim i lind dëshira për të shkuar në futboll. Dhe pa dyshim po them Uruguay. Ka dalë një herë apo dy herë kampion, por Uruguay ka futbollista në gjithë botën sot. Po mos haro që janë vetëm 4 milionë. Dhe gjatë gjithë kohës janë të kualifikuar në kampionat botëror, por çdo thot kjo. Kjo është historia që ka bërë Uruguay gjatë udhëtimit të saj. Dhe fëmia i vogël, duke parë, duke u folur, duke parë dhe në televizion, duke parë dhe sukseset e ekipit kombëtar, padyshim lind dëshira për të luajtur futboll. Dhe jo vetëm maq, që nëse do vjen kampionat botëror, padyshim edhe njerëzit e futbollit do ishin akoma të përqendruar më shumë që kushtet e futbollit, qoftë në Shqipëri, të ishin akoma më të mira. Të ishin më të mira qoftë edhe për fëmijët, por qoftë edhe për kampionatet e tjera. Padyshim dhe kampionati kombëtar do ishte akoma më i mirë, sepse Shqipëria po shkon në një kampionat botëror, po mos harrojmë, do kthejnë sy dhe futbollistat të tjerë të cilët duan të lozin në Shqipëri. Se po na vin futbollista, kujt unë, me nivel të dobët, anonim. Pra nuk është thjesht një vajtje në botëror, por është një strategji e tërë e cila do të ndikonte shumë për të ardhmen e futbollit shqiptar. Dhe ndoshta do të ishte institucioni më i rëndësishëm sot në Shqipëri. Besoj unë që kështu do të ndodhte. Pra kemi humbur shumë vetëm me një ndeshje, dhe për hir të kujt? Për hir të kujt? Për hir të një trajneri. Do ta themi më brapa. Më tej këtë, sepse normalisht do të pyesë Çiketin si e ke përjetuar atë humbimin e Polonës. Patjetër shumë keq. Ajo që më dëshpëroi jashtë mase ishte sepse për herë të parë si Shqipëri në eliminoi që para të ndeshje ishte më dobët nga ne. Nuk bëri në diçka Polonia.
po t'i lëm golat, goli jonë që ishte një gol i vjedhur në gjuhën popullore, edhe goli atyre një gol i vjedhur. Po mënyra se si u zhvillua loja, se sa rrezikuam ne dhe sa rrezikuan ata, loja na jepte ne të drejtë. Dhe po ngele me kaq, pastaj kur të vi tema tjetër që na sa e kuptojnë futbollin, që diskutojnë për trajnerin, ndoshta për një lojtar që si ishte në vendin e dur, si ishte në momentin e dur. Ai diskutim do bëhet sepse kemi parë profesor të pak nga ajo çfarë pa shumë të pak me Polonin. Një Shqipëri që nuk ishte një sulmues mirë fillt në ndeshje. Pra një sulmues që siç ka Kosova sot Morishin që ta tërheq ekipin. Në atë ditë në mund të themi Uzuni, por nuk është i mirëfill siç mund të jetë Broja, siç mund të jetë Daku, që për fat keq ngoi për shkak dëmtimi apo ndonjë lojtar tjetër. Më vjen të mend emra. Qoftë edhe Manaj. Shiko, kur të mungon një sulmues i tillë, mundohesh që brenda mënyrës së të luajtur ndërtosh diçka tjetër rezultative, produktive, me lojtarët që ke, të cilët mund ta plotësojnë këtë lloj mënyre të luajturi. Pra nuk se thënë që mungoi Uzuni, ai dreq Manaj apo Daku apo kujtun apo Broja në gjendje të mirë. Kjo s'do të thotë që ti duhet futesh qendërsulmues patjetër. S'është e thënë, ka los bota dhe me qendërsulmues falco, me linja ansore dhe gjithmonë çfaqen para portës duke ardhur nga mesi fushë. Pra, ndërton diçka tjetër, por më e rëndësishmja është që brenda në fushën e lojës duhet kishe lojtarë të cilë ishin tipik në sulmuesa. Plus pozicionet që mbanin lojtarët. Nuk ka mundësi të losa ideali që në sulmues që humbi rastin. Bajrami. Edhe përse, sepse në qoftë se do ishte një sulmues tipik të vendi Bajramit, pa tjetër që do arrinte të shënoshe. Unë po marr Muçin si rast. Në qoftë se do ishte në formacion, qoftë edhe pjesën e dytë, në pozicionin e Bajramit dhe ati djali tjetër që humbi rastin, pa dyshim që Muçi me inteligjencën që ka ishin të përfunduar aksionet. Dhe ne sot nuk do flistim më kështu, do flistim ndryshe. Prandaj për mua për zgjedhja ishte dhe e them dhe kam thënë prap një zgjedhje kontrate për justifikuar lekët që merr ose për të zgjedhje kontrate do të thotë që po fitova dhe po humba të humbe dignitet. Domethënë në fund fare mund të them që kështu e mendova, kështu e bëra. Mund ta thotë ai ta justifikoj, por jo. Nuk fitohet një ndeshje duke mbrojtur vetëm. Ndeshje fitore sidomos kur je me një takim, pa shënuar nuk fiton dot. Ky pa rrezikuar shumë pa them. Mirë dinë morëm golin e shënuar të vjedhur, por patëm dy raste shumë mira, të cilat sot tamam si ishte ti do flistim ndryshe. Patjetër. Unë do t'i shtoja asaj që tha Vasili që përveç atij djalit që do bëjnë gabim që ta zëm shpesh në gojë se ndoshta edhe mund ta prekin, ndoshta edhe mund ta humbasin për shumë arsye. Por për gabimin e trajnerit, unë më mend se po do ishte më mirë të mos kishim Vasilin sa të kishim ndonjë tjetër. Ti ke unë. Sepse mbaj mend në një intervistë përpara ndeshjes të Vasili kur informua për formacionin si ishte dakord për këtë formacion. Edhe unë e gacmova i thash po të doli është profeci, jo sepse gjithmonë me shaka, jo se është një analizë që bën taktike për teknike. Po do të thosha që me atë që ndërsulmuesin e improvizuar, kur ai vinte pas një kohë relativisht të gjatë që nuk luante. Dhe të japësh një detyrë kaq të vështirë taktike, jam tepër ishte detyrë taktike, që s'kishte të bënte fare me atë. Ndoshta do të ishte më mirë të futej ai Broja me atë gjendje jo të mirë fizike, por që është një lojtar tipik sulmi. Ndoshta do të ishte më mirë. E tregoj në rast në dytë Broja. Ndoshta do të ishte topin që dha akti. Po pra ndoshta do të ishte më mirë. Por në fundit edhe trajneri nuk është futur me mendimin që bose është Polonia, sepse ne me Polonin lozëm para një 2-3 vjetësh, mos gabojmë dhe ne mundëm 2-0. Po, këtu e mundë e bindshëm. E mundëm shumë bindshëm. Por
çuditërisht nuk u tregoi Në guxim. fakt, por kishe informacion krejt ndryshe nga Nuk, mos të mirë fill. Shiko, pikërisht këtu qëndron, këtu bëhet diferenca e një trajneri të mirë dhe një trajneri, po thoshe që mund të mos jetë i mirë, po është i guximshëm. Ai nuk mori guxim. E bëj ndoshta mënyrë se Silosi ai tha, ta nxjerr një herë 0-0 këtë si 90 minutë, pastaj të shojmë e bëjmë. Do zotë vijnë gjërat në Po krahun pra, tim. po pra. Gjatë këtyre ditëve është folur shumë edhe para ndeshjes, por edhe mbas ndeshjes mbi të gjitha. Mbi dy lojtarë kryesisht. Muçin dhe Mehmetin. Muçi mori 8 minuta? Hajde me 8 minuta. 8 minuta, kur rezultati ishte 2-1, nuk pati mundësi të tregoj në 8 minuta. Është folur edhe për këtë Anis Mehmetin, që është sa gola vati në Angli? 12 apo 13? Një 8 asis për nëse. 12 apo 13 gola në Championship. Nuk është kampionat i lehtë, ëh? Jo, është shumë i vështirë. Asnjëri as tjetri. Sepse 8 minuta është pothuajse sikur e bukur është kjo tjetra që sot kam dëgjuar që ka bërë një traumë në këmbë. Muçi. Ndërsa unë kam dëgjuar që e kthyen sepse los me Galatasaray në javës tjetër. Ekipi i tij. Ka mundësi traumën ta ka bërë duke bërë dush. Ka normale. Një lojtar i tillë me kaq vlera, të lozësh kampionat turk, ti jesh vend tret, të shnosh 13 gola. Është vend tret, po është me pikë barabarta me vendin e dytë. Po. Tarisht të shnosh 13 Se gola. e pash i parë, më fal, Vasil, e pash i parë 64, 60. Tani, unë ditë bëj një pyetje shumë të thjeshtë, e cila besoj të gjithëve na vën dileme dhe në normale që duhet ta gjykojmë mirë në mendjen tonë përpara se të nxjerrim konkluzione. Të gjithë shikojmë, edhe ti, edhe unë, edhe gjithë spektatorit, gjithë që shikojnë, të gjithë thonë që mos i duhet losë. Unë jam i bindur 2.000.000% që këtë ide ka dhe trajneri. Se trajneri është idiot. Trajneri ka losë futbolle, ka bërë dhe gjërat mira në kombëtaren tonë, pa dushime e çoi dhe në kampionatin evropian. Dhe ai e di shumë mirë që ky ka futboll shumë mirë. Është pa diskutim që e di shumë mirë. Ore, pse s'futet, cila është arsye? Se duhet gjendur një arsye. Ky e di, ne e dim dhe ai nuk futet. Pyetja bëhet, pse? Ore, kush ndikon në këtë mes? Nuk ka mundësi një trajner që e di shumë mirë, që Muçi është lojtar shumë i mirë, është shumë i qetë, është me inteligjencë brenda në zonë, është fantastik. Nuk ka mundësi ato që bëhen brenda në zonë, mënyrën e goditjes, mënyrën qetësinë e goditjes sportës, qetësinë që ka. Njëni, atë saktësinë, sigurinë që ka, edhe ai di shumë mirë, i di ai. U jam i bindur që i di. A pyetja bëhet pse s'luan, cila është arsyeja që s'luan. Edi kapi një fakt shumë të rëndësishëm që tha trajneri ndoshta ka menduar ta çoj 0-0 te 90 minuta dhe pastaj të shojmë të bëjmë çat ndodh të ndodh. Duke ndarë te kjo që the ti Vasil, një trajner kur e di që ka një lojtar si Muçi apo dhe si Mehmeti, unë nuk besoj që ai nuk e do ta fusë atë. Fiton pikë dhe për veten tënde në fundit nesër pastaj. Po patjetër. Tani ka një gjë, idhet ideja që s'mbron. Se edhe këtë ide. Dhe ai idenë ka ajo që thua dhe ti, të qëndroj 0-0 dhe po doli. Po e mora ndeshjen, e kupton. Por ka dhe mënyra të tjera për ta ndërtuar ekipin, që do sakrifikosh edhe një lojtar që s'mbron, dhe po të them, bëhe me 3 kontrollor, fut 3, fut 4, çfarë rëndësie ka. Gjeje në një formë tjetër mënyrën që atë djalin ta lësh të lirë. Ta lësh të lirë, të improvizoj, të bëj, të afroj drejt portës, të rrezikoj. Pra gjendem forma dhe mënyra që një lojtar, po as Baxho nuk ka mbrojtur. Të them unë, tipik trekuartist, si që është dhe ky. As Pirlo nuk ka mbrojtur. As kujdiun Mancini s'ka mbrojtur, se ka lojtar, por ama gjithmonë Italia sakrifikon dhe për një. Dhe ne ishim detyruar të sakrifikojmë për një, që të arrim të mbrojmë me pjesën tjetër, po një lojtar duhet ta kemi të lirë. Dhe nuk është lojtar do si do. Po është lojtar që ka vlera që ty mund të nxjerrë nga situata, dhe ty mund të jap fitoren kollaj. Dhe fatkeqësia e madhe atë ditë është që u doli rasti 2 njerëzve që s'din të shënojnë. Ishin 2 njerëz. Dhe nëse ky do ta kishte një nga ato rastet, padyshim do ishim sot do të flisnim ndryshe, nuk diskutohet. Nëse do kishim atë rastin e parë kur rezultati ishte akoma 0-1, ishte edhe akoma më mirë. Po prapë edhe tek 1-1-shi doli rasti. Ishte 1-2 sepse direkt më pas son golin e ditë.
ka një çuditë ky trajneri. Futbollisti nivelit lart, brazilian, ka lozur me ekipet më të mira, me klubet më të mira të botës, lojtari përfaqësuese së Brazilit. E thashtë për të thënë që ky si trajner, edhe si prejardhje, është nga loja teknike, nga loja e bukur, nga loja e sulmuese. Tek ne nuk e pasqyroi pothuajse asnjëherë. Ose ndoshta ka ardhur me mendimin që ka marrë në një Shqipëri me një ekip shumë inferior, hajde ta konsolidoj, hajde mos të humbas 3-0, 4-0, po të përpëlitet, merë 1-0, me 2-0, dhe çuditërisht gjë edhe nga gazetarët, gjë edhe nga ish futbollista që humbi me dinjitet. Nuk ka më Shqipëria humbje me dinjitet. Shqipëria për faktet që është 2 herë, në farë këto, në mos gabojmë, për 10 vjetë e fundit është 2 herë finaliste e kampionatit evropian. Po, e vërtet. Dhe po i mund këto ekipet me shtuqyret të forta, ç'më duhet mua humbja me dinjitet, kur ti e eliminuar? Humbi me dignitet mund t'i thoshim me diku para Pikërisht. 20 vitesh, ku diun? Pikërisht. 15 vitesh. Pikërisht. Tani si jemi më atje në atë Pikërisht, edhe ky si trajner, apo ndoshta, është në fund të kontratës, është në fund të kontratës edhe duke qenë në fund të kontratës mas e ka bërë dhe llogaritë e veta që po u kualifikova, kuptohet që do më rritet vlera, e çova Shqipërinë në finalet e Europianit, po mundem ta çoj edhe në botëror. Mund rritet vlera edhe patjetër do ketë ambicet e veta për të marrë një ekip më të madh. Dhe ndoshta kjo edhe mund ta ketë frenuar, por gjithkohë nuk e ka pasqyruar të qenit brazilian. Bravo, Edi, po ambicia për të marrë një ekip tjetër që të marrë dhe një shumë financiar më të madhe, arrihet duke kualifikuar, jo duke eliminuar. Pikërisht, prandaj thash se dëgjova pas ndeshjes, jo humbje me nder, jo të nderuar, jo koka lart, koka poshtë. Ne u eliminuam. Me thash edhe që në fillim, nuk u eliminuam nga një ekip më i mirë se ne. Ne u eliminuam kësaj radhe në ballafaqimin direkt, nuk e di unë për historinë. Në ballafaqimin që u bë konkretisht, ne ishim ekip më i mirë se ata. Futbolli është konkurrencë. Ne ishim ekip më i mirë se ata dhe një pjesë të rëndësishme, të majme të kësaj humbje e ka trajneri. Nëse do ishte në vend Silvinjës, cili do ishte formacioni i sot, profesor? Te para dhe njërë, në mënyrë absolute, Hoxha nuk los do të na e majtë. Kjo është bindja ime se nuk e diskutoj që sidomos një ekip që si ekipi jonë që mbrohet, që do mbrohesh në kuptimin e mirë, nuk i duhen wingera. Hoxha duhet ishte nga e djathë për mua, do të loste Muçi nga e majda, për mua dhe Mehmeti që nuk sulmos falcë. Do vinden mes të fushës, do reshtohesh me 3 kontrollor, kuptohet, me 3 kontrollor pas Aslanin, se edhe i goli 2 që erdi për hir të kontrollorit të tretë, që mungonte në fushë, dhe do fusja Mehmetin para treshës. A mund do lozja 4-3-1-2. Është folur edhe për këtë, se ti e një më mirë futbollin pa diskutim dhe nuk diskutohet. Për mungesën e Ramadanit për shkak. Këtë ndeshje duhesh. Kjo është ndeshje që duhesh. Ka ndeshje që duhet Aslani me se zbën, dhe unë kam thënë me bindje që Aslani, Broja, edhe Gjimshiti do kënë qenë, duhet jenë boshti e ekipit tonë kombëtar. Por ka ndeshje të cilat për hir të kundërshtarit që ke, për hir të një finale që ke mund ndryshosh. Dhe unë këtë ndeshje mendoja që të ndryshoja. Dhe ndryshimi vetëm që do ishte, është që unë do të losja me 3 kontrollore para këtyre, pra do kisha 3 sulmus gjithë kohën, sulmus tipik me emrin tipik. Dhe Hoxhën në një moment mund ta ndroja dhe me Uzunin, më kupton? Edhe kur në qoftë se do më vinte loja aq mirë si që erdhi me ato raste, dhe të kaloja në avantazh, atëherë mund diskutoja të fusja dhe Brojen më mbrapa, të hiqja dhe me njëri nga ata, nuk ka rëndësi fare se kush, por ama do isha gjithë kohën që pjesëmarrja në sulm do ta kisha të plotë. Nuk mund të fitohet ndeshja vetëm duke u mbrojtur. Duke u mbrojtur te barazimi mund të vesh, më shumë jo. A mund të themi që gabimi ndoshta i trajnerit ishte që mbylli pjesën e parë 0-1 dhe tentoi më tepër të losë mbrojtje aty pasaj. Pra të mbronte atë rezultat. Ka një thënie popullore që ndoshta është shqiptare apo nuk e di që mbrojtja më e mirë është sulmi. Patjetër. Pse është thënie nuk është thënë që është vendimtare.
pikërisht me atë analizë që bëra pak më përpara që thashi, ky është brazilian. Dhe pikërisht këtu është çështja e guximit. Në momentin që ti e ke mbyllur pjesën e parë, 0-1, atëre duhet pretenduar që kundërshtari do na sulmojë kur thon me të gjitha forcat. Edhe mbrapa do të çedoj shumë. Do të çedoj shumë. Atëre në këtë moment fut një lojtar të shpejt që ka emrin Broja. Fut një lojtar të shpejt, sepse ata kishin gabime të jashtëzakonshme të polakët. Pas atë horizontal, edhe afër me njëri tjetrin. Shumë kjo më zhdukur ndoshta ata çaluan shumë. Më korrigjoj preso. Prandaj dhe në rastin. Ndoshta më zhdukur Polonia me dobët që mund të gjendë në një ballnesh. Prandaj edhe pas pasimet e tyre, horizontale linin për dëshiruar dhe ne u arrëmbenim topin e edhe rrezikuam. Tani kur ata u hodhën, kaluan gati tek rrethi i mezit të fushës, atëre prite nga çasti në çast, ca pika të dobta i ke për mos se ndoshta s'është rregull të zëmë edhe emra, por që duhet pretenduar që fute një lojtar të shpejt, për t'i thënë polakut të rret, ti vërtet do më sulmosh mua për shkak se do të rrezikojnë me Brojën. Plus edhe me atë që thotë edhe Vasili për Muçin, pra la shumë për dëshiruar. Ndoshta flasim tani pas ndeshjes, por që në një analizë bëjmë dakord, nuk diskutohet, por që edhe pastaj do t'i thosha Vasilit që unë e kam parë disa herë Muçin me Trabzonsporin, nuk më rezulton lojtar linear, por tek Trabzonspori ai los teç. Edhe po ti vësh të golat, aty vjen nga mes fusha, ball për ball me portën, bën ato goditjet e bukura. Është teç, në linear ndoshta ta bën apo s'ta bën. Shiko, duke vënë pak majtas, jo linj në majt, po pak majtas, në pozicionim majtas, qarë ka një logjikë. Linj do kishe Hoxhën nga e djata që të vraponte vetëm në linja, dhe ky do t'jetë nga brenda i cili pret pasimet apo krosimet e kësaj. Por qarë ka, nuk po ta vesh të qendra, unë besoj 99% që jo vetëm dy centërbeqe janë markojnë shumë mirë, po do ketë dhe kontrollor para. Kështu që ne duhet ta shmangim Muçin, ta vinim te cepi 16, në kuptim në ato zona, të cilat i ka më të lehta dhe kundërshtarin e ka më me pakis. Nuk e ka të populluar siç është dy qendërmbrojtësit apo dhe një kontrollor. Ose mund të thosh edhe kështu, për sa më rezultoi mua ai lozi me 3 kontrollor. Kush? Shqipëria. Po Aslani s'është kontrollor. Po kontrollor, aty los Aslani para Aslani është organizator. Po organizator, po para mbrojtjes lo. Pavarësisht pozicionin që zë. Jo, ka të bëjë dhe pozicioni. Atëre po them Laçi me Hoxha, tani po them vetëm një gjë. Në momentin që kanë bërë golin e dytë, Laçi dhe Hoxha erdhën nga linja e topit, në zonën e topit, mungoi Aslani që të vendet i dilte para. Ati që të goditi. Dhe çfarë bën? Del Gjimshiti nga roli stoperit, del Gjimshiti që t'i dal para. Jo, aty duhet ishte kontrollori i tretë. Pikërisht këtu futet trajneri. Po ti vësh re polaku po që shënoi golin e dytë, që është lojtari i Interit, Zielinski, ai bëri 3-4 goditje. Edhe të tre goditjet ai bëri në gjendje të lirë, nuk ishin të sakta. Po goditja e tretë i vajti të brenda port. Këtu futet trajneri që kur shikon që ndeshin këta 3 kontrollorët, këtë mes fushorin që vin nga mbrapa që ai mori një rol. Po pra, atëre çfarë bën? E lexon ndeshin ky trajner apo se lexon ndeshin? Dhe të riqet vërejt i thotë, ore, zotri, ata po na sulmojnë, për dhe çuditërisht 25 metra, në 25 metra ne e kemi boshtë të zbuluar. Por megjithatë, si sportdashtës që jam, do të thosha që futja e Muçit më ndoshta do t'i përshtatet skemës 4-3 Muçin edhe 2. 4-3-1-2. Unë s'doja ta markoja aty Muçin, doja ta lirë të lirë në linjë, se s'doja ta kisha ta fusja në markim, qoftë kontrollori, qoftë stoperove, unë doja ta lijan afër linjave, nga krau majt, se shmekullajt vi nga brenda dhe të ketë rezultat. Polonia kaloi ne, por do ndeshet me Suedin. Shikon Suedin apo Polonin? Suedin patjetër. Sepse Suedia ka bërë një fitore e cila ka ardhur me lehtësi, kuptohet? 1-3 po. 1-3 dhe psikologikisht është më e përgatitur. Plus, unë besoj shumë. Kjo Poloni, siç tha dhe Edi, nuk të mbushte syrin për të kualifikuar për në botëror. Edi kë shkon, Suedina apo Polonia? Ben Suedina me do. Jo se na eliminojnë. Jo, I ngelen Partizan thënjes që
Polonia ishte më e dobta me këto 4-5 ndeshje të fundit kemi bërë ne, Polonia më të dobët nuk kemi parë. Edhe një pyetje të drejtë. Si- E mbylli ciklin Silvinjo? Po. Shko, nuk është problemi se mbylli se bëri gabime. Jo, dakord, ka një cikël. Normale, ka gjithmonë jo një se cikël. bëri gabime. Tani të gjithë ne diskutojmë, qoftë do shënosh goli i dytë, ndoshta Silvinjo do ishte akoma trajner. Ne nuk e diskutojmë këtë Ka punë. gjithmonë një cikël. Por ka një gjë, në ekipin kombëtar që kemi kaq futbollistë sa kemi ne nuk kemi shumicë futbollistash që kush bën naze në kuptimin e mirë e zvendçon kollaj. Por në një ekip kombëtar që kemi kaq futbollista, patjetër fytyra e trajnerit duhet ndëruar. Unë po marr për shembull një shembull të thjeshtë, shumë të thjeshtë, tek akademit në botë, në përgjithësi asnjë trajner nuk bën ditë për ditë të një grup. Pra tek akademit flas për profesionizmin, gjithmonë te akademit ndrohen trajnerat, ndrohen njëri pas tjetrit. Pse? Sepse kur mësohesh gjithmonë me një fytyrë dhe me një lloj teorie dhe një lloj të folurit, të bëhet rutinë dhe të bëhet pa qef ajo që do të bësh. Por edhe te ekipit kombëtar, besoj duhet ndëruar fytyra e trajnerit, sidomos në Shqipëri që kufizimi i lojtarëve i kemi të kufizuar lojtarët të cilët kemi nuk kemi Franca. Ndërsa edhe për pyetjen, duhet vazhdoj Silvinjo apo stop? Jo, edhe unë jam mendimit që me kaq që mbylli, për jetë vërtetës duhet falenderuar, sepse në Europian në qojmë me pikë të plota, nuk ndodhi si radhë në pare incidenti me Sërbin, edhe tani zumët dë dytë në grupë, për jetë të formulës, vëndi dytë do bënde këto ndeshjet kualifikuse. Pra, rezultatet e këti kanë qenë më të mira deri më sot. Dakor, e vërtet. Por, pse jemi të pakënaqur? Jemi të pakënaqur nga sensi sepse po t'i vështre, kemi ca frime, kemi ca lojtarë të rinj që janë të gjithë jashtë, të lindur e të rritur jashtë, futbollista italian, futbollista francez, futbollista që janë të gjithë jashtë, edhe kanë marrë edhe disiplinën, edhe kulturën, edhe nivelin e stërvitjes të jashtë. Duke patur se çfarë lojtar kemi, patjetër edhe janë ngritur pretendimet tona. Që a është ky trajner në nivelin e lojtarëve apo jo? Profesor, edhe një pyetje tjetër, trajner të huaj apo shqiptar nëse largohet Silvinjo? Trajner të zgjuar. Që në rëtje, kace. Shumë e bukur kjo përgjigje. Duhet i testojmë pastaj nga anë e trudit. Janë të zgjuar pa t'i marrë. Jo, sepse e lidhi me trajnerin e Kosovës. Kosova ka një gjithë të zgjuar sot, a ka trajnerin. Po pse ajo Polonia, çaj kishte trajnerin? Të zgjuar. Që futi 17 vjeçar brenda fush. E sakrifikoi ndeshjen, ne s'fusim dot më 24 vjeç. Turqi, Kosovë, kush kalon? Shkurt? Kosova. Pa nuk e diskutoj. Suedi, Poloni, Marthe, Çeki, Danimarka? Danimarka duhet. Danimarka. Ka ekip të fortë Danimarka. Shiko, do shpërndahet kampionati botror, do vjen në të gjitha kontinentet e dielli, edhe Ballkani do fçojë njësh fantastike. Prandaj ta lash për në fund tani, po Ballkani është Bosnia e Itali. Po në Itali do vej Itali, Kjo është ndeshje hapur. Do vej Italia, patjetër. Kjo është ndeshje hapur. Nuk kemi tjetër në Ballkan. Ose Kosovë, Turqi ose Bosnia. E di pse është ndeshje hapur, sepse një pjesë e Bosnia e Hercegovinës lozin në Itali. Edhe kjo po quhet një tip derbi. Edhe nga komentet në çfarë stadiumi e kanë çuar? Pra. Ai që na ndem do. Është dënuar, jo, është dënuar nga FIFA. Që po shkon tek ai stadium. Më duket dëgjova që ne kanë limituar numrin e tifozave të Bosnjë Hercegovinës në ndeshje. Unë edhe sot që e lexova, e kanë të limituar numrin. Për atë stadium, ja ku do të luajë Italia. E kanë të limituar. I bëri një pamje atë. 9.000 vet atë. Ne kanë të limituar numrin e tifozave, se çfarë incidente kanë bërë ata në ndeshjet e mëparshme, me pak fjalë. Janë të dënuar dhe prandaj kanë zgjedhur atë stadium të vogël. Nuk lejohet më shumë se 5.000 apo 6.000 tifozë. Janë 9.000 vet ato janë. Jo, nuk lejohet, pastaj 9.000 janë dhe italian. Janë dhe italian. I gjithë kapaciteti i stadiumit 9.000 veta aq do janë në stadium. Ndoshta është edhe kjo që thua ti, nuk e di. Jo, e kam dëgjuar, dëgjova te nga gazetat italiane këtë. Të urojmë fat Kosovës nesër, dhe shpresojmë që ta shkojmë në kampionatin botror dhe që besojmë të gjithë ne, të paktën ne që jemi këtu besojmë që duhet Kosova që do vëmë në punë aeroplanet. Do vëmë punë po. Tamam, do shkojmë në Amerikë dhe do ftoj Kosova më shpejt liberalizimin e vizave me Amerikën. Në Amerikën shumë shpejt.
Profesor, në fund, normalisht edhe do flasim që kur kampionati shqiptar është ndërprerë. Rifillon në fundjavë dhe nis me Flamurtari Tirana të premte në orën 19. Domethënë nis me ne. Po unë besoj që Vlora nuk do bie për arsye sepse janë dy ndeshje edhe kjo edhe ndeshja që pasarse duhet jemi rezultativ, duhet i fitojmë se për ndryshe pastaj janë finale për Flamurtarin, janë gjithçka për gjithçka dhe nëse do arrim të fitojmë të dyja, besojmë do bëjmë një hap të madh dhe do të jemi më pranë ndonjës në kategorisë së Saranias. Edi, Tirana të premte në orën 19, javën e ardhshme Vora, dy rival të drejtë për drejtë. Ta lëm dëshirën edhe zemra që më thot, po unë jam i friksuar. Dëshira dhe zemra është që Flamurtari, siç e the në prezantim që nuk po e quaj vetë në tifoz, po një sportdashës i zjarrt i Flamurtarit, me ndjek kudo, por duke parë gjendjen reale, jam shumë i friksuar. Kam shumë frikë. Edhe pas atij incidenti që ndodhi me atë kapitenin e skuadrës, mendoj se i ka patur këmbët jo të forta Flamurtari gjithë kampionatin. Edhe me këtë incident kam frikë se mos janë në kundër akoma më shumë. Ndikon ndoshta psikologjinë lojtarëve ky incident? Patjetër. Ata që janë dashur në pjesë. Patjetër që ndikon, sepse për të vërtetës, duke lexuar dhe shtypin, për atë mas që u mor, ai ishte vlerësuar që nga fillimi deri në momentin, ishte vlerësuar lojtari i tretë më i vlerësuar sipas notave. I gjithë kampionatit shqiptar, jo i Flamurtari. Kjo është e vërtetë. Një, edhe kapiten skuadre ishte, mënyra se si loste Flamurtari, për mos thënë 90-80% e zhvillonte lojën tek ai, dhe të gjithë shpresonin të krosonte trashit, ata dy sulmosa të shënoni. Dhe tani ndodhemi në një moment të pa përgatitur. Kush do ta se Flamurtari u ambientua me lojën e trashit. Tash i do mungoj trashi, si do ta zhvilloj lojën Flamurtari? Si do ta zhvilloj lojën Flamurtari? Sa vështirë është puna për ato dy trajnerë, profesor Tari? Sepse ishte mësuar se Edi të përqendronin 80% të lojës te trashi, tani duhet gjeni një modull tjetër. Patjetër. Tani do të mendoj për diçka më ndryshe dhe brenda brumi është që bësh diçka më ndryshe, unë e besoj shumë. Por e vetmja këshill që ja punë është trajneri duhet të sakrifikojë shumë këtë radhë. Duhet ta sakrifikojë vetë si ndeshje. O duhet fituar ose mos mendoj njëri tjetër për asnjë gjë tjetër. Sakrifica është lidhur me inteligjencën e atyre njerëzve që janë aty në stol, që të dinë të administrojnë atë ndeshje. Nëse loznin vetëm me trashin duke krosuar, tani duhet të mendojnë diçka tjetër, por unë besoj që brenda ka diçka tjetër që duhet ta hedhin në fushë edhe të jetë rezultativ. Ka brenda. Shiko, duke sjellë edhe si diskutim. Ndoshta kundërshtarët ne na e kishim kuptuar ose na kishin kapur lojën që bënte Flamurtari duke avancuar me trashin gjithkohon. Tani ndoshta edhe ata nuk e dinë se si do los Flamurtari. Mund të jetë kjo favor? Jo, përkundrazi. Në qoftë se ekipi e përqendron lojën tek një lojtar, mungesa e atij lojtari që rëdit më shumë, edhe përkundërshtari e ka më të kollajshëm për të kontrolluar ty. Je ti që los në fushën tënde, ku pretendohet që ti do lozësh me sulm frontal, do lozësh si qyshtek, të mungon lojtari me cilën ti je ambientuar. Nuk është se ke bërë 1, 2, 3, 5 ndeshje. Ai është të gjitha ndeshjet prezent. Ai ka qenë gjithë kampionatin, po. Dhe ndoshta të bashkohem pak me Vasilin edhe nga fakti që me që pati një ndërprerje kampionatit shqiptar, atëre, mbase kjo kohë, mbase u ka shërbyer këtyre për të gjetur një zgjidhje për mungesën e trashit, se si mund të zhvilloj lojën. Unë jam partizan i veçantë, jam shumë simpatizant e atij djalit të ri Lushaj, dhe do të thosha që ai ish me gjuhën e futbollit ai ish një winger që los në krah kundër të trashit. Ndoshta ky mund të jetë një zgjedhje nëse ata do të kenë guximin ta fusin. Ai djali ka shumë cilësi.
Është vërtet. Ai djali ka shumë cilësi edhe duke qenë në qoftë se Maksudi do të losë krah djathtë, edhe ky djali winger në krahun e djathtë, kam përshtypjen që ky do ta motorizojë, do ta vërë në shumë eficiencë, se ka të topin vertikale ka shumë të bukur. Mund ta vërë në eficiencë edhe, po kjo varet nga si do të shikojnë trajnerët tanë këtë çështje. Profesor, me Tiranën do lozi me 2 sulmues, nëse do ishe? Unë? Ose duke menduar nga Mund të jashtë. lozë edhe me 2 sulmues, po varet sa do shfaqja brenda 16 e Tiranës. Sa lojtar do të çoja në 16. Kjo është varet gjithmonë nga trajnerët se si do ta ndërtojnë që brenda zonës së Tiranës të shfaqen shumë lojtarë. Shko ti ke dhe sulmues sot, Maksuti që rikthehet, sepse mungojmë me Ballshin për shkak kartonash, ke Bicukun që është gati, ke Bulzan. Pra, Maksutin unë nuk e diskutoj që do jetë. Midis 2 të tjerëve këtë do zgjidhje. Duke pas parasysh tani që ka edhe mungesën e trashit. Shikon, që mendoj që Vlora të losë, dhe lozi mirë me 3 kontrollor në Ballsh ato 20 minuta. I bëri shumë mirë. Sot ka ardhur koha të los me 2, jo me 3 më, dhe unë besoj tek ai djali Lushej, por jo në sulm mes fush, nga krahu i djathtë, me idenë që të fillonte të organizonte. Ne s'kemi organizator, ne s'kemi tipik organizator, pra s'do të thotë që ta kesh në qendër të fushës, mund ta kesh dhe anash, dhe një nga këta mund të jetë dhe i djali. Dhe ai kollaj do të lozja me Bolzano, pa dyshim, edhe me Maksutin. Dhe unë besoj se edhe nga krahu majt do të fusja me men, çaj ka. Nga krahu majt me sfush. Pra një afërsisht dhe detyrimisht do të kishte detyrimisht në sulm do shfaqesha me 4 dhe nëse do arrinte edhe ai lojtari mes fush që vrapon goxha me 5 lojtarë në zonë, s'kishim nevojë për më shumë se kaq. Sot lexova edhe një tjetër gjë që fliste për Tiranën dhe ata nuk janë fort qetë, janë me shumë probleme. Një nga lojtarët u largu, ai Kleandro Leshi, të pak nga çfarë përfitet, kanë problemet e tyre brenda ekipit, qoftë financiare, qoftë brenda ekipit. Megjithatë, në fush kur zbret e di, të merremi me flamurtari. e vërtet. Po të dëgjojmë të tilla gjëra për kundërshtarin, atëherë do pretendojmë që fitoren e kemi të lehtë. Ne duhet të lozim, duhet pretendojmë që ne lozim kundër një Tirane që kjo ndeshje është tamam për jetë vdekje. Pra, nëse ne mundim Tiranën, po të bëjmë llogarit tjera për Vorrën edhe për Ballshin, atëherë ne futemi në valle totalisht. Dhe fitoria në Tiranën, po kaloj edhe në anën morale apo psikologjike, nuk e fiton me Tiranën ke edhe Vorrën. Pra, ke një faktor shumë të fortë moral dhe psikologjik për të pretenduar për të mundur edhe Vorrën. Dhe këto 2 fitore të brendshme, përfundimisht të flamurtari do ishte 100% në valle për të shpëtuar. Mos harroni gjë tjetër që mund na mungoj ky lojtari, ky kapiteni i skuadrës të radhë, më thënë mungon nga ajo. Që është i pezulluar, por kemi fituar një lojtar të mirë. Vlora ka fituar një lojtar shumë të mirë. Ata lojtarë me numër 11 që lozin në Ballsh kontrollor që shumë rrallë kanë dhe ekipet. Një lojtar i tillë i cili taktikisht ishte lojtar klasë. Tani në janar, ky mbe. Ky që lozin në Ballsh, numër 11, si mbajmë mend emrat. Po, ai është një Mbe. Se më kujtove Mbe se më duket si emër dele pa e ofenduar. Jo, e ka me më para. Fillove tash. Se pastaj ka një thënie që thot kur hapen syt. Di? Dy kur hapen syt, dele si hapen sa lind. Mace si hapen për një javë, qenë i japen për 15 ditë, po burrit e di kur japen? Mbas martese. E bukur kjo. Çake. Shko, po flasim për 2 ndeshje, Tirana dhe Vorra, të cilat janë në shtëpinë tonë. Por ndoshta unë them që është momenti të mendojmë vetëm për Tiranën tani. Patjetër. E vetëm ndeshje që. Ndeshmia. Kërkon karikim, kërkon 100%, kërkon një spektator inkurajos. Spektatori si ka munguar Në kuptimin e mirë inkurajos, që të merret gjithkohon me Vlorën, të jap morale, të merret gjithkohon me Vlorën, se mos haroj një gjë spektatori, që ata në Kuris kanë historinë e Vlorës, dhe nuk kanë rrugaçërinë. Në Kuris kanë historinë e Vlorës dhe janë institucion, dhe ai spektator atje
të fushën e lojës do përcjell historinë dhe institucionin që ka. Kjo është e vërtetë. Edi? Bashkohem me Vasilin, përse i takon tifozit, ose për lojtarit të 12 apo 13, si mund të quhet, për fat keq, nuk është aq pozitiv me ato tamburatet bam që nuk pushojnë, për një moment që çedon loja, ata kalojnë negativ, me ato sharin, me ato ofendimet, shpesh fusha flamurtarit është bërë problematike. Edhe Ka ardhur koha të mendojnë vetëm për përkrahje për ekipin. Ky flamurtar ka nevojë për një tifoz, që 90 minuta të mos pushoj së bërtitur i flamurtari. S'ka që duhet pjesëtarët e familjes dhe ekipit kundërshtar, nuk ka që duhet federata, nuk ka që duhet ajo. Nuk ka që duhet. Duhet ta fillojnë edhe ta mbarojnë ndeshjen flamurtar. Si dalim të prende, profesor? Po unë besoj fitore. Po unë jam gjithmonë optimist si që. Ti si dakord, atë di që je gjithmonë optimist. Po. Unë të thash, për dëshira dhe zemra më thonë për fitore, por për ndeshjen e kam me shumë frikë. Të shpresojmë, duke nisur nga nesër një herë të urojmë sukses e Kosovës me Turqinë, kemi përsëritur shpesh. Shqipëria do të luajë miqësore me Ukrainën, po është një ndeshje që vlen thjesht për statistikë. Ju urojmë sukses edhe flamurtarit të premten përballë Tiranës, ndërkohë që unë dua t'ju falenderoj shumë që ishit së bashku me mua sot. Faleminderit profesor. Faleminderit dhe ju. Edi, faleminderit shumë. Faleminderit ty. Rrugë të mbarë nesër edhe Inshallah na fitore. sjellë edhe fanelën e Kosovës, kur të vish që të jetë kualifikuar. Shiko, diçka do të sjell nesër po fituam. Ta dish, do ta vije dhe ta bie këtu. Po. Do sjell një grush dhe që të dish Kosova. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve nderuar teleshikues që jeni qëndruar së bashku me ne në të mbrëmjet të kësaj të hëne, sport në fushën e Blu Televizion, si gjithmonë transmetim të martën në orën 15, bashkë do të jemi të në ardhshme. Mirupafshim.